Në kuadër të festave të fundvitit, Bashkia Amat ashtu si çdo vit më parë ka ndarë dhurata për nxënësit më të mirë të arsimit nënvjeçar. Nga një nxënës në çdo klasë, duke filluar nga klasa e parë deri në klasën e 9 nga të gjitha shkollat e Bashkisë Amat u vlerësuan për arritjen e rezultateve ekselente për vitin 2025. Në aktivitetin e zhvilluar në ambientet e palestrës së Gjimnazit Pjetër Budi të qytetit të Burrelit, të pranishëm veç nxënësve dhe prindërve ishin edhe drejtues të pushtetit vendor e të arsimit në Mat. Dorëzimin e dhuratave të para e bën kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni, zëvendëskryetarja e Këshillit Bashkiak Anila Stafasani, nën prefekti i Matit Hasan Pasha dhe drejtori i zyrës vendore arsimore Mat Lefter Salaj, të cilët bën edhe urimet e rastit. Dashur zonës, Bashkia Mat është bërë traditë tani për çdo vit që jep dhuratat e fundvitit për të gjithë nxënësit e dalluar. Ajo është ardhmja jonë, edhe ne kemi nevojë që të kemi sa më shumë nxënës të dalluar gjatë çdo viti. Kështu që përpara se të jap edhe dhuratën nxënësit, dua që t'ju uroj edhe vitin 2026, qoftë një vit sa më i mbar për ju edhe për gjithë familjen e juaj, kështu që sa më shumë nxënës të dalluar për 2026. E sot festojmë për gjithë fëmijët, jo vetëm për fëmijët e dalluar, por për gjithë fëmijët tanë, të kenë shëndet në radhë parë, të jenë të lumtur dhe gëzuar festa, të gëzuar gjithëve. Sukses e Borisit si të gjithë nxënësve të Matit, sukses të në vitin mbar për gjithë nxënësit të shkëlqyer që ka feti Matit. Faleminderit gjithë. Një falënderim për të gjithë nxënësit e shkëlqyer që marrin pakut sot për rezultatet e arritura në mësim. Falenderoj Bashkinë Mat për mbështetjen si gjithmonë në këtë fundviti dhe gëzuar të gjithëve Krishtlindjen dhe vitin e ri. Po në këtë aktivitet u ndan dhurata dhe për nxënësit më të mirë që frekuentojnë kurset në qendrën kulturore të fëmijëve Mat, si dhe u zhvillua një mini koncert nga fëmijët e kësaj qendre. Ndarja e dhuratave për festat e fundvitit nga pushteti vendor synon jo vetëm vlerësimin, por edhe motivimin e nxënësve që të kenë arritje sa më të larta në procesin mësimor edukativ.